nuk jeni sot në shërbimin aktiv, ndjen keqardhje që e larguar, apo ishte e nevojshme kjo hapësirë, kjo kohë për të reflektuar dhe medituar për gjithë çfarë ka kaluar në jetën tuaj si diplomat? Jeta e njeriu është gjithmonë me faza. Ishte një fazë 32 vjet aktivitet intensiv në shërbimin e jashtëm, në pozicione të ndryshme. Kemi patur një kohë që edhe kemi punuar dhe bashkë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kur ju ishit pjesë e kabinetit të ministri. Nuk ndjej keqardhje, ndjej mall. Zoti Turdiu, e kishe ndërruar, e kishe menduar, e kishe projektuar të jesh diplomat? Asnjëherë, nuk më kisha shkuar në mend ndonjëherë. Si ndodhi, si erdhi? Ka qenë Çfarë shkëndije e çeli shtegun që të përfshiheshit në shërbimin